Faleminderit i nderuar kryesues. Unë e kuptoj ministrin Ramonit që vërtet e ka marrë njërin prej sektorëve më problematik dhe pyetja ime ka të bëjë kryesisht me rreth zhvillimeve të cilat janë sa i përket sektorit të bornave. Po edhe ministri duhet me na tregua është i gatshëm më marrë me këto problematika të cilat i ka marrë me udhëheq me këtë sektor ndihshëm për arsye se mungesa e tij në Komisionin Parlamentar për Shëndetësi dhe sot mungesa e tij këtu dëshmon që ajo nuk është shumë i gatshëm më marrë me këto problematika. Por unë du me ngrit një çështje cilën e kam ngritur edhe në vitin 2013. Kuvent për cilësinë e bornave, apo më mirë me thënë jo cilësinë e bornave, gjështjes për falsifikimin dhe kontrabandimin e bornave. Sipas Agjencionit për Produkte Medicinale në atë kohë, një profesor universitar i Departamentit të Farmacisë, Azem Laçi, pronari i kompanisë Ligamet, po prodhon të borna pa licencë, po falsifikon të borna dhe ai edhe publikisht e kishte pranuar se ka punuar në kundërshtim me ligjin. Gjithashtu në disa raste nga policia e Kosovës janë zënë kontrabandues bornave të cilët kanë futur ilegalisht në Kosovë borna dhe produkte tjera medicinale. Në këtë periudhë kohore, kryeinspektori i AKPPM-s kishte filluar një masë të gjerë kontrollit në tërë Kosovën, ku të gjithë po shpresonin se më në fund ky sektor po bënqyrin nga institucionet përgjegjëse shëndetësore, ushtruesi i AKPPM-s suspendojnë nga puna kryeinspektorin e farmaceutisë zotrin Bastri Rexha. Pas suspendimit të kryeinspektorit Bastri Rexha, ky sektor sërish u kthyer në rutinën e falsifikimit dhe kontrabandimit, prandaj edhe sot kemi këto raporte në media për nivelin e lartë të falsifikimit të bornave që shumë shqetësuese për arsye se këto borna po konsumohen nga pacientët tanë të cilët kërkojnë shërimin përmes tyre. Pyetja ime ishte për ministrin se a ka marrë ministria ndonjë hap në këtë drejtim dhe a ka kërkuar ndonjë raport nga Agjencioni për Produkte Medicinale. Faleminderit. Edhe një herë Bekim Haxhiu, pyetje për ministrin Arsim Bajrami. Faleminderit i nderuar kryesues, në kryetari Kuvendit, pyetje për ministrin Arsim Bajrami po e lëm për seancën e radhës, po e shtym për seancën e radhës, ndërsa sigurisht që intenca edhe kërkesa e ime edhe shumë qytetarë të Kosovës është që institucionet përkatëse të prokurorisë dhe të hetuesisë të merren me falsifikatorët e bornave, sigurisht që nuk është edhe intenca që të mos ndëshkohen edhe ata të cilët kanë bërë shkelje ligjore nëse kanë bërë sponsorizime, kanë bërë nga sponsorizimet për shkimin e bornave, po intenca është që vërtet institucionet përgjegjëse të merren me këtë çështje. Faleminderit.